Eselamu alaikum. Mirë se vini në podcastin ton tashmë të njohur i cili bën një letërnjoftim për hoxhallarët tanë të cilët jetën e tyre u akushtuan dinit islam në trevat tona. Sonte kam nderin që misafirin tim të kem imamin tashmë në penzion të fshatit Tenov, Hafez Ismet Efendi Murati. Eselamu alaikum hoq, mirë se keni ardhur, faleminderit që e keni pranuar ftesën. Wa alaikum selam, mirë se u gjetë. Hoq, mo tani e kemi mësu këtë rrjedhën e emisionit tonë, e podcastit tonë, kisha dash të fillojmë prej fëmirisë tuaj. Cila ka qenë fëmiria juaj, prindrit tuaj, kush ishte ai shtytsi i parë që ju bëri juve të jeni hoq, ose të jeni edhe hafës, ashtu si e keni titullin? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi i qoftë Allahu xhalla xhelalu, i cili na bëni pjesëtar të dinit islam, e cila fe është e vetme e livduar dhe e pranuar tek Allahu xhaleshanu. Salavatet dhe selamet qofshin mbi dërguarin ton Muhammed Mustafa, mbi familjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam, mbi ashabët, shokët e pejgamberit alayhis salam dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e fesë islame. Një falënderim edhe për stafin tuaj, të cilët e keni pa të arsyeshme që t'i thirrni hoxhallarët të cilët janë në pension. Unë e them, profesioni hoq edhe kur del në pension, ai nuk është pension, Nuk përfundon. nga se ai përsëri duhet falje namazin, ai përsëri duhet të jetë aktiv, gjithmonë në shërbim të xhamatit. Unë mësim besimin e kam filluar herët në shkollën fillore. Shkaktar ka qenë prindi jem, baba jem, i cili si sot më kujtohet kur mur për dore, edhe shkom së bashku në xhami, edhe më regjistroi te hoxha i atëhershëm Hafizi, i mirënjohur nga fshati Çollopek, me emrin Hafez Yahya, dhe arrita për një kohë të shkurt t'i bëj edhe dihatme, edhe mbasi bona dihatme, përsëri imami i nderuar e thiri prindin tim, tha se ki e ka përvesuar leximin e Kuranit dhe mendoj se ka prirje, ka mundësi që t'i reket edhe hifzit. Dhe elhamdulillah unë fillova hifzin dhe brenda 2 viteve përfundova me sukses. Te kush e bët hifzin? Hifzin, A ishin një hoq ose kishte më tepër? hifzin në fillim deri në gjist hifzit e bëm me Hafez Yahyan, i cili për fat keq u transferua shkoi në Turqi, dhe në vend të atij imam erdh Hafez Abdili nga fshati Sellarc dhe vazhdom hifzin me hoxhën e nderuar Hafez Abdili. A ju kujtohet hoq në momentin kur e keni marrë ma titullin, atë ijazetin e hifzit, si i themi ne, kur e keni bërë ceremoni, se tani është shumë e përhapur ajo ceremonia e marrjes diplomës së hifzit. Edhe ajo më kujtohet, nga se patëm të ftuar shumë mysafir, patëm të ftuar gati se nga të gjitha myftinitë e Maqedonisë, por patëm edhe mysafir special, hoxhën e nderuar Hasan Nain, i cili ishte profesor në medresen Alaudin në Prishtinë, dhe i njëjti e bëni edhe duan e hifzit në fshatin Tenov. Hasan Nain është përkthisi i Kuranit në gjuhën shqipe, që e njohën. Dhe në këtë rast përmendi se në hifzin e kemi bërë 3 vet nga fshati Tenov. Njëri është Hafez Mahiri, i cili tash gjendet në Austri dhe është si imam, dhe i dyti Hafez Tasini, i cili një kohë ka qenë si imam në fshatin Veshall dhe pastaj kaloi shkoi në Zvicër, edhe ai është i pensionuar, dhe i treti jam unë. Për të njëjtën periudhë kohore keni bërë 3 veta hifzit. Pas hifzit hoq ju vendosët që ta vazhdoni këtë profesionin tuaj, të shenjtë, të themi misionin tuaj. Medresen kur e keni vendos ta bëni, si kanë qenë kushtet? A ju lejohesh atëherë të shkoni ose ku e keni bërë edhe kretën? Pasi që kritëm hifzin, ishte një periudhë shumë e shkurt që u desh të regjistrohemi
në Prishtinë, atëherë ishte ende Jugoslavia dhe konkurenca ishte shumë e madhe, kandidat kishte shumë, po vlen të përmendet fal hoxhës së nderuar i cili erdhi na i bëni duan, Hasan Nahi, në këtë drejtim ndihmoi që unë u pranova në medresen Alaudin në Prishtinë. Kur shkoat në medrese, atje përsëri shkoat i vetëm, ose bën shokët që ka e kryt atë hivzit? Vitin e parë, kom shku i vetëm, nga se vetëm unë u pranova, se ishim 3 kandidat prej njëjtit fshat. Dhe ata vazhduan të mësojnë te hoxha, gjithashtu i mirënjohës Rafis Efendiun te Top, 2 vite mësuan te hoxha, dhe mësandej në vitin e 3 në medrese u bashkuam të 3 hafizllarët e të Novës bashkë në Prishtinë. Bashkë në Prishtinë. E krytët medresen Alaudin. Medresen kemi shku në 1973, a kurse kemi përfundu 1978, nga se në atë kohë medresja ishte 5 vjeçare. 5 vite. Prej aty, pastaj, përsëri vullneti, dëshira për të bërë hoq, ju shtini që të vazhdoni edhe me fakultet, më lartë. Pasi që krijtëm medresen Alaudin në Prishtinë, vendosëm që zbashku 3 hafizllarët e fshatit të Novë të regjistrohena përsëri në Fakultetin e Shkencave Islame në Sarajevo, kemi qenë gjenerata e ditë. Dhe atje kemi krij 82-shin, dhe më thëmë brenda 4 viteve, kritëm Fakultetin e Shkencave Islame në Sarajevo. Në Sarajevo. Kur e keni ushtru për herë të parë misionin si hoq, si imam, të dilni si imam, si nxënës ose pasi? Si imam, është interesant kur kemi qenë në medresa në Alaudin, natë që ishim hafizlar, kishim një përparsi, dhe atë në angazhon prej vitit parë medrese, une kom shërbi 4 vite me radhë për Ramazan, kuptohet, në Drenic, në fshatin ma sakt, 2 vjetë në fshatin Shtutic, dhe 2 vjetë kom qenë në fshatin Mari. Më thënë, atëherë, si nxënës i medreses, ju vetëm se e keni ushtru profesionin e hoxhës. Cila ishte ajo ndjenja që ishit, nuk ishit i vendit, por që shërbeshit në atë vend? Si u pritshit nga xhamati në atë? Atje në kanë prit interesant shumë mirë, por kështu pak si humor. Ne shkom gjithë me kapelat bardha, me kapuç bardh, atje me tërllëk. Atje kur shifshin, dhe me njerë thipshin selam se thëshin kjo është e hoq, ose haxhi, ose hoq. Se në gjithë Drenicën, prej në atë kohë Glogovc dhe Sërbic, kishte vetëm një xhami. Dhe ne falshim teravijet në përshpia, kurse shkueshim në fshatin Vrbovc, vetmja e cila kishte xhami, falshim atje namazin e Gjumas. Gjumas edhe Bajram. Pas medreses, shkuat në fakultet, do më tregoni pak kushtet si kishit në fakultet, ku qëndronit, kush kujdeseshte për ju, arrinit me shoqëri ose duhet se si kush vetë qëndroje në për... Kushtet i kemi pas të mira, po jo ashtë mira, sepse si student, si të ri, kemi banu, konvikt nuk kemi pas, kemi banu në për banesa private, dhe si student mundoheshim të gjejmë banesa anise në larkë, po t'jenë me pagesë pak më të lira. Por mirë kemi kaluar. Bëheshit një grup Po, shokësh, kemi qenë ne 3 hafizllarë të Novës bashkë, kemi pas edhe nga fshati Bogovinj Sami Misimin, dhe kemi pas edhe Hamdi Izairin, imamin edhe ai tash pensioner i fshatit Kamion, kemi qenë bashkë. Më thënë, ishte ajo periudha kur jeta studentore nuk ka kthim, thuhet është një periudhë që më e mira e jetës, si e komentoni këtë hoxh? Me të vërtet, jeta studentore ka qenë shumë e mirë, sepse nuk i kemi pas të brengat që i kemi sot, atëherë vetëm breng ishte të mësojmë
mos humbim vitin dhe të ecim përpara. Dhe mendojmë për të punësu në të ardhmen. Të vendi në praktika të çka e mësonit. Tamam. Kur u kthehet nga fakulteti, kur ishte punësimi juaj i parë dhe ku? Unë mbasi krita fakultetin, disa muaj më vonë merrt letra për shku ushtar. Dhe atje shkova 1983, një vjet ushtri, mbasi u ktheva prej ushtrie, shkova në Korasi sepse një pjesë të familjes e kisha atje, ata merren me biznes dhe ju bashkangjita atine, shkova për pak, mbeta koxha gjatë mbeta, thjesht 10 vjet me radhë. Dhe brenda kësaj periudhe 10 vjeçare që punova me familjarët e mi atje, shfrytëzova rastin, i tubova shqiptarët të cilët janë nga Maqedonia dhe formuam xhamatin tonë, në fillim faleshim në përshpia, masandej arritëm edhe të belejmë edhe objektin tonë, edhe sot e kësaj dite ajo objekt shërben si xhami. Por edhe një lajm shumë i gëzueshëm për atë popullat është se këtë vit, se unë kur shkoj përsëri atje, jam si ndihmës imami, sepse në Poreç falen nga di xhumaja, xhumon e parë falen imami aktual, kurse xhumon tjetër ditë e fali unë. Tash kemi arri atje të marrëm një vend fantastik, një vend mirë, afër 1000 metra katror, është në himje qytetit, inshallah në të ardhmen mendojmë aty të bëhet një qendër islame. Në Poreç të Kroacisë. Do thonë ju jeni i pari që keni tubu atë xhamatin e kthушëm edhe atje. Tash në xhamat është interesant, mbasi unë ktheva për Maqedoni, atje erdh Adem Safiu, një student i atëhershëm, është nga fshati Forin, një vjet, masandej mbas atij erdh Ismeti, edhe ai e ka imënjaku im, është nga Shkupi dhe ai vazhdon ende është imam në xhaminë e Poreçit. Pastaj prej Poreçit u kthehet në vendlindje përsëri, apo punësimet e juaja, kur është bërë punësimi juaj i parë në vendlindje? Brenda kufive të Maqedonisë të flasim. Mbas 10 vite që qëndrova në Korasi, e pash të arsyeshme se duhet t'i kthehem vendlindjes. Kur u ktheva, vizitën e parë që bëna në Bashkinë e Fesë Islame, e pash ishte hap një konkurs, lipshin imam vaiz dhe hatib në xhamin e Drenovesit. Dhe une dhash lutjen edhe elhamdulillah u pranova dhe ati kalova një jetë mirë në xhamat, i bona afër 4 vite imam Drenoves. Në lagjen e Drenovesit kam qenë imam prej vitit 1994 deri vitin 1998. Dhe prej 98-ën e këndej deri në pensionin? Prej vitit 1998 në fshatin Tenov u mor një iniciativë për ndërtimin e një xhamie të re. Unë isha pjesëmarrës i atij këshilli, isha krijetari i këshillit dhe me përfundim të xhamisë, xhamati i fshatit Tenov më kërkon që unë të vazhdoj imam të jem në xhaminë e re të fshatit Tenov. Deri në pensionim atje keni? Edhe, elhamdulillah, deri në pensionim jam kanë në fshatin Tenov. Hoq, brenda asaj periudhe që keni punu, keni dhënë mundin tuaj më të madh, a ka ndonjë ngjarje që ju ka bë të ndiheni, me të vërtetë të ndiheni, pse e kam zgjedh këtë profesion, ose të bëheni edhe thoni, sikur mos e kisha zgjedh këtë profesion? Unë jo që jam bë pishmon, por jam bë pishmon që nuk më fillu më herët këtë profesion. Me të vërtetë, është profesion i shejt, është një kënaqësi se kam punu me di breza. Para dite punojsha me nxënësit, mund t'i them se gati se e gjithë shkolla fillore fshatit Tenov i kum pas nxënës. Ishte një kënaqësi e veçantë të punojsh me nxënës. Masandej kam punu edhe me pleqët, vlen të theksohet
se në mesin e talebeve që kom pas në mektep, kom pas edhe një rritë më shumë me emrin Haxhi Ademi, edhe pse ishte më shumë, filloj pre elifit edhe thëm, u bo më i miri nga gjithë nxënësit. Edhe i bëni hatme, e profesoj Kur'anin shumë bukur. Jam i kënaqur sepse ai kriti atë mektebin bëni hatme dhe unë ku marrin të nof të nxjerri edhe 4 hoxhollar. Por për fat keq, asnjëni tash nuk e bën këtë profesion. Njëni është merret me ndërtimtari, por në të profesionin që ka zgjedhur tash është shumë i suksesshëm. Kurse ditë të tjerët janë edhe të suksesshëm, por janë në Gjermani të punu, a kurse i katërti, të cilin edhe e kom pas muezin, deshti Allahu e mur para kohë, themi para kohë se të Zoti jetë gjithë në kohë, ndroi jetë shumë i ri dhe Allah i mëshiroft. Hoq, ne në emër të xhamateve, të gjithë këtyre vendeve ku keni punu, se jemi njerëz dhe harrojmë shumë shpejt, dhe në emër të gjithë këtyre xhamateve ju falenderojmë nga zemra dhe Allahu t'ju japë shëndet që të gjithë imrin apo jetën tuaj ja keni kushtuar dinit islam. Nga fëmijët e juaj, a e ka trashëguar dikush profesionin tuaj? Kjo me të vërtet është pak pyetje prekse për mua. Unë i kam 3 fëmijë, kam një vajzë edhe 2 djem. Elhamdulillah, njerë janë të rrugës mbar, të 3 kanë këndu Kur'an, kanë bo hatme. Dëshira ime ishte të djali i math. Shifsha se ka një prirja i mund bëhet hoq. Edhe unë i bëj një pyetje, thash, e ka emrin Semir, thash, Semir, a do të shkosh me drese? Tha, babi, tha, me më çu dhe shkoj, s'ta prishi qifin, por me më pyet, tha, a ke dëshirë? Nuk kam dëshirë. Edhe thash, shko ku dush. Ka qenë Pa elhamdulillah, ai kriti fakultetin dhe sot është menaxhon një lokal në Porreç, është i mbar, është janë të suksesshëm në punën që e kanë zgjedhur me dëshirë. Kurse te djali ditë u ftofa te i pari, nuk i thash ma në bësh hoq. Pa marrë parasysh gjitha këto fundja fëmijë hoxhallarësh janë edhe nuk ka se si dalën dikun tjetër, morësh t'jenë të udhës së mbar. Hoq, ju falenderoj shumë nga zemra që ishit prezent sonte në podcastin tonë. Shpresoj që të takohemi vetëm për të mira. Të dashur shikues, ishte sonte ky emisioni jon podcast me hoxhën e nderuar Hafez Ismet Efendi Murati. Deri në emisionin e ardhshëm, Esselamu Alejkum.